Përshëndetje miq të dashur dhe mirë se erdhët në podcastin e radhës Dritë mbi mendjen. Sot dua të ju njoftoj me një mysafir që është tejmase i veçantë për mua. Sot vërtet kam nderin të ju prezantoj një mysafire që unë e dua shumë. Ky mysafir është vërtet shumë i veçantë për mua. Unë pa këtë mysafir nuk mund të ndahem as shpirtërisht, po as fizikisht. Vërtet e ka një vend shumë të madh në jetën time. Dhe kjo është Fiqërie Gagica Stojkaj. Fiqërie, mirë se erdhe dhe jam vërtet shumë e lumtur që sot unë ty të kam mysafir në podcastin tim. Faleminderit Fiqi që më ftove mua këtu në podcastin tonë, që t'jem edhe unë pjesë e podcastit tonë. Natyrisht se pa dyshim se do vija, bile edhe mezi pritja që ti mua të më ftoje në këtë podcast. Pa dyshim edhe se kam pas intervista tjera me njerëz të tjerë, po të jem vërtet përballë teje këtu tani është një ndjenjë jashtëzakonisht e bukur. Faleminderit edhe ty shumë Fiqërie që vërtet gjete kohën të jesh mysafir këtu në podcastin tim, edhe pse e di që ti ke qenë e gatshme gjithmonë këtu të jesh me mua, por prapë të falenderoj nga zemra dhe nuk mund ta përshkruaj se sa e lumtur dhe mirë po ndihem që të kam këtu mysafir sot. E dashura Fiqërie, unë e di që ty të thrasin ndryshe edhe Fiqi. A mund të na tregosh përpara se të hymë në këtë bisedë të podcastit tonë, para se të fillosh se si u krijove kjo ti që je tani, të na tregosh pak si filloi rrugtimi yt që nga fëmijëria deri me tani kjo si jeti. Po natyrisht e tregoj me shumë kënaqësi sepse kjo është edhe arsyeja pse unë jam këtu sot në podcastin tënd. Unë pa jam Fiqërie Gagica Stojkaj, jam nga Deçani, e martuar në Kamenic, kam fëmijë, 4 fëmijë, jam e martuar. Unë në moshën 9 vjeçare kam marrë këtu në Zvicër me prindrit e mi, si shumë shqiptar për arsye ekonomike, mund të them atëherë, u zhvendosëm me prindrit e mi në Zvicër. Zhvendosja ime në Zvicër, në fakt si fëmijë, kështu kur e mendoj atë moment e kam pranuar shumë mirë. Më kujtohet kur babi tha do të shkojmë në Zvicër, në atë moment ishte një gëzim shumë i madh, përjetova një gëzim shumë të madh, edhe mezi pritja me orë në Zvicër, por që kur erdha këtu, normal, ballafaqime të ndryshme me integrimin këtu, me fillu një jetë të re nuk ishte edhe aq e lehtë. Pra nga mosha 9 vjeçare kam startuar jetën këtu, i bjen nga shkolla e 3 fillore dhe më kujtohet dita e parë kur kam shkuar në shkollë që më është dashur direkt hyj në mësime. Ai moment ka qenë, mund ta them, mjaft i vështirë që nuk e harroj në jetën time kurrë. Edhe mund të më thonë që në atë moment, në ditën e parë të shkollës time, e kam përjetuar një emocion shumë të fortë, që do të thotë për mua në atë ditë disi ëndrat e fëmijërisë time janë shuar.
edhe nga aty më është ullur shumë vetbesimi. E kam parë veten më të ullë se të tjerët, e kam parë veten disi sikur kur nuk jam e mjaftueshme për këtë botë edhe për natyrisht se nuk ka ndiku edhe aq mirë në jetën time edhe për të ardhmen time. Pra si që thash mua nga ajo ditë më është ullur shumë vetbesimi edhe duke e pa veten më të vogël se të tjerët, unë e kam mendu që nuk kam potencial të duhur edhe nuk kam kapacitet për me qenë ajo që njëherë e kam ëndru, për me qenë ajo që doja të isha dikur, pra duke më ullë vetbesimi, duke e parë veten më ullë se të tjerët, duke i lejuar të tjerët të vendosin për vlerat e mia, me një farë mënyre unë u detyrova të marr një rrugtim apo një udhtim, të zgjedh një profesion që në fakt në atë kohë sa e kam ushtruar unë atë profesion edhe sa e kam praktiku atë profesion, në fakt e kom bo sinqerisht me dëshirë të madhe. Por prap se prap, kur diçka nuk të përket ty, nuk është në kodin e shpirtit tonë, po e quaj tani, nuk është misioni yt, me kohë ajo fillon të lodhi. Dhe kjo ka ndodhur me mua. Pra unë, si që thash, mu imponua të bëj diçka më ndryshe, duke besu se s'jam e mjaftueshme sa duhet, nuk i përkas ndoshta në thojza kësaj bote në atë mënyrën se si duhej, e zgjedha pra profesionin që e kisha si parukiera apo si frizere, si ta quaj. Pra e ushtrova, e bona me vite, po me kohë erdha jo si them humbja energjisë. Tani e them humbja energjisë, se në atë kohë nuk e kam kuptuar se çfarë po ndodh me mua, por thjesht nuk kam dasht, as nuk e kam pa veten që unë me atë profesion të vazhdoj deri në, po e them kështu, në pensionin tim. Atëherë fiqërie apo fiqi si të quaj ndryshe, po të kishe pas mundësi edhe njëherë të zgjedhësh nga ato veprime që ke bërë deri me tani, apo si kishe vepruar sikur të mos ishe ndikuar nga të tjerët, po ta kishe dëgjuar zërin tënd të mbrëmshëm që nga fillimi? Po, kjo është një pyetje shumë e mirë, masi ti më pyete për zonin tonë të mbrëmshëm. Unë në një farë mënyre, në mënyrë të pavetdijshme e kom dëgju zonin tim të mbrëmshëm, se po mos ta kisha ndëgju zonin tim të mbrëmshëm, unë nuk e kisha marrë atë vendim që është mjaft i guximshëm për ta mbyll sallonin tim, sepse vërtet edhe pse nuk e kam dashur atë profesion shumë, prap kom qenë e suksesshme, sepse prap po e them një farë mënyre, unë edhe aty kom pas, domethënë, kontakte me klientë të ndryshëm që ata në fakt kanë ardhur për të zbukuruar, por e kom pas gjithmonë, domethënë, këtë prirjen që të flas shumë me njerëz, që t'jam e hapur, që t'ju jap hapësirë njerëzve, krahas punës që kom bo, një farë mënyre edhe i kom ofru si një lloj terapie në bazë bisedave. Natyrisht, me pas qenë atëherë kaq e vetëdijshme si që jam tani, atë profesion nuk do ta kisha bërë, nuk do ta kisha zgjedhur atë rrugtim. Fiqërie, nga femëria deri tek hapja e sallonit, si u krijua kjo rrugë? Dhe kur e ndjeve që nuk është e jotja? Unë e thash pra se diçka që nuk të përket ty, që nuk i takon shpirtit tënd, ti në një farë mënyrë do ta ndjesh. Edhe si do ta ndjesh atë, edhe si do ta kuptosh që është thjesht humbje energjie. Pra, nëse në mbrëmje thesh në shtëpi dhe ndjesh e lodhur e raskapitur, ajo nuk të përket ty. E kjo ka ndodhur me mua atëherë. Kur e kisha sallonin, edhe pse kisha klient vërtet që ishin shumë të kënaqur, po e them me punën time, edhe pse vërtet kisha eksperjenca dhe përjetime mjaft të bukura me klient që mund të quaj çdo herë shumë pozitive, prap mund nuk më përmbushi shpirti. Pra kur u kthesha në mbrëmje në shtëpi, unë isha thjesht e raskapitur. E raskapitur, e kputur. Dhe këtu unë në mënyrë të pavetdijshme e ka kuptu se diçka nuk po shkon.
Edhe kur e mendoja ta bëj këtë punë deri në fund, domethënë të moshës së caktuar kur mbaron punën, unë nuk mund ta imagjinoja. Nuk mund ta besoja, as nuk mund ta sheja si të vërtet, si realiste që unë me vazhdu me këtë profesion, sepse në momentin që imagjinoja se duhet ta ushtroj deri në fund, me krijohej një lodhje e papërshkruar. E këtu e kam kuptu edhe këtu kam marrë vendime që thjesht nuk duhet vazhdoj me këtë profesion. Në farë mënyrë tu ka qenë zoni im i mbrëmshëm që më ka folë në heshtje, por që duke e marrë këtë vendim, thjesht i bjen që e kam dëgjuar zonin tim të mbrëmshëm. E mirë, atëra mund të na tregosh kur erdhi ai momenti ku ti e kuptove që kjo që po bën tani nuk të përfaqëson ty dhe kur fillove ti të lëvizesh nga aty, pra të bësh hapa më ndryshe, të lëvizesh, të ndryshosh realitetin e jetës tënde. Po ti në fiqin fakt e din shumë mirë, edhe se di pse po më pyet, por që unë përgjigjna për hir të njerëzve që thjesht ta kuptojnë që ta ndëgjojnë shpirtin e tyre, edhe po tregoj me shumë kënaqësi. Si ka ndodhur si erdha unë atë pikën kryesore që me vendos pranaj me mbyll lokalin tim, ishte kjo. Unë u bëra natyrisht edhe nën për dytën herë. Edhe në një farë mënyre, dëshira e madhe, dashuria e madhe për fëmijët natyrisht ishte që t'jem sa më shumë edhe për ata. Edhe i boja pyetje vetes, a do me vazhdu në këtë mënyrë siç po vazhdon tani, t'jesh në këtë kuptimin e suksesshme, të kesh para, kesh financa, të kesh klient të lumtur, po ta mbysësh energjinë tënde dhe mos jesh në gjendje këtë energji ta çosh në shtëpinë tënde edhe t'ju japësh dashurit mjaftueshme fëmijëve tu, ja boja vetes gjithmonë këtë pyetje. Edhe erdhan përfundim që fëmijët e mi, koha sidomos që ik nuk kthehet më. Edhe aty domethënë e kom marrë vendimin e plot. Edhe pse kur e kam diskutuar shumë shpesh me njerëz, edhe ndonjëherë i kam thonë diku, i kam tregu diku se du ta mbyll sallonin për këtë arsye, në atë kohë më kanë thujt si jo normal, sepse vërtet kam qenë e para që kam pas një sallon në Zvicër, dhe nuk ka qenë fare lehtë me kriju diçka të tillë në atë kohë, por prapë se prapë, domethënë jam shumë e lumtur ndaj vetes që e kam marrë këtë hap, këtë vendimarrje që kam qenë aq e guximshme, pra me ndërprej punën thjesht, sepse ishte edhe kjo arsye tjetër që unë nuk isha energji, unë humbja shumë energji, nuk isha kohë të mjaftueshme për fëmijët e mi, domethënë nga puna, tërë ditën e lodhur, kthehesha në shtëpi, nuk isha energji të mjaftueshme dhe nuk mund t'i japsha energji dashuri të mjaftueshme fëmijët tim. Çka do të thonë dashuri të mjaftueshme? Të jem emocionalisht për ata aty. Isha pak e acaruar sepse isha e lodhur pra, nuk e merrsha, unë humbsha energji, jo të merrsha energji. Edhe kjo ishte një arsye, tani e kuptoj. Atëherë nuk e kam kuptuar sepse po më ndodh kjo, por tani e kuptoj që vajza ime e dytë për 4 vitet e para të jetës saj me radhë, më shumë ka qenë e smurt se sa e shëndetshme. Më shumë kam qëndruar me te në spital se sa vetëm në punë. Edhe unë më thonë që është gjëja më e bukur edhe hapi më i mençur që kam bën jetën time ndonjëherë kur e kam mbyll sallonin atë ditë. Okej, ti the se vendose ta mbyllesh sallonin. Si e përjetove këtë moment? Ishte pak e vështirë të marrësh një hap të tillë dhe sidomos si u ndjeve kur e mbylle sallonin dhe atë ka përkrahur familja jote mjaftueshëm. Oh, si jam ndjej, po ti e din këtë shumë mirë. Jam ndjej, më kujtohet atë ditë kur kam dorëzuar qelsin e lokalit, kam pas klient deri në ora 6:30 plot.
Edhe kur ju kam tregu se do ta mbyllim, disa nuk kanë mujt thjesht me mbesu se çka po ndodh, se kom pas domethënë klient që nuk kom mujt me i paralajmëru para kohës, sepse e kom pas vërtet një numër të madh të klientëve, edhe normal që s'kom arrit gjithëve t'ju tregoj se do ta mbyll këtë ditë. Edhe kom pas nga ata klientë që atë ditë kanë pas termin të unë, edhe atë ditë e kanë kuptuar se unë do ta mbylli. E ai momenti që më është dashur mundon nga ata klient, më ka bo pak më mërzit, është shumë normal. Amo e di që kur i kom dorëzuar qelsat, edhe kom dal nga aty, nuk mundë me përshkru atë lehtësi, atë kënaqësi që e kom pas. Nuk bëj me përshkru. Më ka qenë diçka jashtëzakonisht e bukur, edhe jo ndje me lirë se kur. Edhe pse sinqerisht me financa ka ecë shumë mirë, kom pas shumë suksese, kom ujtë shumë qëllime me arrit me ato, por prapë se prapë, por nuk je e mbushur shpirtnisht, vetëm financat nuk mjaftojnë. Kështu që jo ndje pa mos e lirë edhe e lumtur atë moment kur e kom dorëzuar. Kur e kom bo hapjen e salonit, në këtë moment prindrit e mi me kanë përkra jashtëzakonisht. Absolut nuk më kanë bo ndonjë pengesë, përkundrazi më kanë përkra derisa e kom arrit qëllimin tim. Tani për me mbyll, prindrit e mi këtu nuk janë përzima, por burri im natyrisht, edhe këtu prapë burri më ka përkra gjithmonë edhe ai bile sa që e kom diskutu këte me atë, ai vetëm ka thonë është vendimi i ti e din se çka bën, ti e ke ditë kur e ke fillu, ti e din edhe kur e mbaron, edhe kaq të më thonë, kom dje shumë e përkrohë. Okej, fiqërie, pas shkëputjes dhe kësaj vendimarrje që bëre, e kuptove që e bëre ti këtë me vetdije, apo ishte vetja e jote që thjesht e kërkonte këtë nga ti? Si e kuptove? Dhe çfarë ndodhi pas kësaj shkëputje kur mbylle salonin tënd? Si reflektove me veten dhe çfarë ndodhi pas kësaj? Si ka ndiku kjo tek unë, si kam reflektuar pastaj që e mbylla e mora këtë vendim, ka qenë diçka shumë e bukur. Nga ai moment, domethënë, siç thash, unë ndjeva shumë e lirë edhe vërtet, ashtu siç u ndjeva, ashtu edhe veprova. Pastaj kam shku në pushime, isha në Deçan, në bjeshket e Deçanit, edhe aty kam qëndru për 2 javë më radhë, nuk kishim as internet, as një gjo, as rrymë bile, edhe aty kam reflektu më shumë se kur me veten, kam bën një pushim total, u largova nga njerëzit, u largova nga zhurmat, edhe vërtet mora kohë për veten time, edhe për familjen time dhe sidomos për fëmijët. Dhe nuk e harroj kur, kanë qenë momente intenzive që e kam shiu me fëmijët e mi. Pastaj, unë a e mora këtë me vetdije këtë vendim, apo vetja ime erdhi me mori mua, unë mund ta them të dyjat. Vetja ime vërtet e ka kriju këtë gjë nga unë, edhe unë në atë kohë, në mënyrë të pavetdijshme, muj me thonë, ndoshta prap kam qenë e vetdijshme, sepse me marrë një vendim të tillë nuk është aq lehtë. Njerëzit duan të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Edhe është gjithmonë ajo frika nga e panjohura, edhe gjithmonë ne kur bëjmë veprime të tilla ndihemi të pasigurt, por unë në ato momente as nuk jam ndje e pasigurt, as nuk kam pas frikë, thjesht kom dashur ta bëj këtë hap të tillë, sepse kam qenë e vetdijshme. Dhe që nga ajo ditë edhe deri sot, unë nuk i kam ra pishman, edhe kur nuk i bjen pishman, ti e din që kjo nuk është diçka e pavetdijshme, por është shumë e vetdijshme. A mund të na tregosh pak se çfarë konkret ndodhi brenda teje pas kësaj shkëputjes së salonit, pra sepse ky vërtet është një guxim i madh të marrësh një vendim të tillë, sepse ti me vite ke bërë ke mbajtur pa një biznes tëndin dhe sigurisht se ke krijuar edhe lidhje me njerëzit. Pra, si ndikoi kjo shkëputja dhe si reflektove ti dhe si e gjete veten prapë që të fillosh me këtë që po bën tani? Po si reflektova unë tregova ty që ne bashkë ishim në bjeshkët atëherë dhe morëm kohë mjaft për me reflektu, për me pushu, psiqikisht sidomos.
me u shkput pran nga ai proces që e bona. Pastaj u ktheva prapë në Zvicër mbas disa jave edhe vazhdoi jeta. Ndjesha jashtë mase ende e lirë, edhe sikur t'i kisha hequr ku ta di unë sa kilogram nga shpinja ime. Edhe thjesht vërtet ju përqendrova fëmijëve shumë, jam marrë shumë me fëmijët, edhe përçuditërisht mundem me thonë, edhe nga ana e financave, nuk e kam vrejt diçka ndonjë mungesë të parave, absolut hiç, sepse vërtet isha prapë shumë mirë, edhe thjesht e kam shiju shumë. Kam shiju, më thonë, ndoshta disa vite, por që kisha kohë dhe më thonë mjaft lirë, pata kohë me reflektu, pata kohë me u marrë me fëmijët e mi. Po normal, kur je një njeri që e don punën edhe e ndjeja se prap duhet bëj diçka, sepse ai zoni joni mbrëmshëm çdo herë pra është këtu, sikur atëherë që më fliste që më thoshte mos e bën këtë gjë që tu e bo deri tani, prap më fliste që hej, ka diçka këtu, ende nuk e arrit të misioni shpirtit tënd, edhe pse tani je duke shiju kohën me fëmijë, me familje dhe kështu me radhë, me pushime e gjëra tjera, prap diçka më thoshte se hej, ti duhesh me lëviz, duhesh me bo diçka, duhesh, domethënë me ardh te kodi im, thjesht te vetja ime. Edhe kështu prap fillova, psikologjia mu gjithmonë më ka interesu. Edhe qysh se kam qenë shumë e re edhe me shoqet e mia dhe në familjen time, gjithë e kum pas një ndjesi se unë duhet me ndihmu njerëz të tjerë, unë duhet me I përkra, sidomos në këtë pjesën, domethënë psiqike, unë e kum pas mjaft njerëz edhe më përpara, nga shoqëria vërtet që kanë pas ndoshta situata ndryshme, edhe që thjesht kanë ardhur dhe I kanë diskutuar me mua, edhe e kum pas gjithmonë këtë aftësinë me ndihmu njerëzve. Spaku, me ata që e kom dit, I kam qetësu njerëzit shpirtërisht shumë. Edhe në këtë mënyrë, masi që kom reflektu shumë, unë jam interesu nga pak me u interesu me kërku pak për pjesën e psikologjisë. Por unë në atë kohë kam mendu që vetëm kur studion, mundesh me arrit ato që e don. Edhe kështu që fillova pak me kërku në internet adresat shkollave të ndryshme të psikologjisë, po ishin disa shkolla që duhesha thjesht t'jem 2 vjet, 3 vjet në mënyrë intenzive aty, edhe kjo në mua nuk më konvenonte shumë për shkak të fëmijëve. Edhe e lash prap atë pjesën e shkollës që studioja për psikologji dhe thjesht u dorëzova, e lash, edhe e di, e kom thonë që në duar të Zotit e di që do të ndjen diçka. Edhe kjo ka qenë domethënë ajo reflektimi im edhe lëshimi I dëshirës, mundem me thonë tani. Tani a mund të na tregosh se si e përjetove ti, pra edhe emocionalisht, edhe sepse vërtet të marrësh një vendim të tillë nuk është lehtë dhe sidomos si e përjetuan të tjerët edhe si ndihesh ti, se sigurisht ndoshta edhe ke pas momente që e ke ndje veten sikur të pasigurt, të turbullt, sepse ke marrë vërtet një vendim komplet ndryshe nga ajo që kishe. Si ndihesh ti, apo si e bëje veten që prap të ndihesh e përmbushur ndoshta, sepse nuk është lehtë të heqësh dorë nga një biznes I tillë me vite me radhë që ke ushtruar. Po si u ndje emocionalisht, me thonë drejtën shumë mirë, unë e tregova edhe më herë që u ndje shumë mirë emocionalisht, e lirë sa dush. Pastaj ajo pjesa se si e kam pranu tjerë nuk më ka interesuar absolut hiç fare. Me burrin tim isha mirë, me fëmijët e mi isha mirë edhe mbaroi. Pastaj kjo pjesa tjetër që unë thjesht, siç e thash, unë besoj shumë ndaj Zotit, edhe nëse ndoshta disa njerëzve nuk ju dukem që besoj shumë në Zotin, por për mua është Zoti mbi gjitha, edhe kjo mjafton. Tjetër çka nuk më intereson. Fiqërie. Duke qenë që ne të dyja jemi vërtet shumë të dashura dhe të pandara në asnjë kohë,
Më vjen shumë zor të them piqërie, dhe tani po të them naçe, sepse e di se kështu ke dëshirë, e adhuron shumë që të klasin, që të thrasin. Atëherë naçe. A mund të na thuash si filloi hapi i parë drejt vetdijes, pra, kur u vetëdijsove ti në mënyrën e plotë, si filloi ai hapi, ai momenti që hyre në këtë rrugtin, në këtë punë që po bën tani? Kjo si filloi hapi im i parë, ishte kjo, do më thonë, masi që ndodhi shtatzania e tretë në këtë kohë, kujtohet, si që thash, kom reflektu shumë e kom shiu shumë, më kujtohet gjatë shtatzanis, dilsha me burrin tim, me hec në mbrëmje edhe thjesht pa ta fillu me kërku diçka që nuk e njefsha dhe që nuk e shisha. Edhe më kujtohet shumë mirë kur delsha me hec me burrin, me bekimin, i shiqojsha yjet nartë, se delsha zakonisht natën, më pëlqente shumë me hec, edhe i thojsha bekimit, diçka ka më shumë. Çka ka më shumë, çka ka diçka që na nuk e di. Këtu ka fillu ajo zgjuarja mdoket te une që thjesht me kërku diçka më shumë. Këtu ka qenë kërkimi im i parë që e kam bo, pastaj lindi vajza e tretë, kisha merr dhe ajo dëshira për me praktiku jogën. Nuk e di, është shumë interesant, po thjesht duke kërku pyetje, duke bo pyetje, më vishin nga dal përgjigjet. Edhe vajza ime e madhe, në atë kohë u punësua në një vend, edhe aty ajo në punë, ju është ofruar libri The Secret, edhe shumë interesant, ka shkuar ka blej me njëherë, edhe ma sjellin në shtëpi. Edhe më thot mamin qështu, interesant, thot dola jashtë, para punës ku ishte aty, edhe në atë ku ajo atë dit i ka rregullu flokët e veta, i ka drejtu. Edhe me atë bashkëpunëtoren e saj, kanë bisedu edhe kjo i thot, sa herë i rregullojnë në flokët, bjen shi. Edhe ajo i thot, jo që bjen shi, po ti e tërhek to. Edhe kjo ja ka bërë si e tërhek jone. Kështu ja ka spjegu, edhe kjo se ka besu se në atë kohë, s'dishim se si funksionon. Edhe ajo thot, ok, hajde shkoj me blej librin. Edhe ka blej librin, pra ma ka sjellë mu në shtëpi, thot mami kështu. Thash, ama, unë jam një njeri shumë kurreshtar, jam shumë e hapne, edhe tash e kom kuptu sepse jam kështu. E kom marrë librin, sa kom fillu me lexu, më ka tërhek që mund përpara s'kom lexu libra kur, nuk më kanë tërhek kur. Edhe tash bledham shqyqër që s'm kanë tërhek, se do të kisha lexu diçka kundër dëshirës time ndoshta, që më kish programu krejt ndryshe. E mora librin e lexova për 3 ditë, edhe nga aty për mua është si kur janë hap portat e një jetë të re. Aty ka fillu gjithçka. Edhe nga i moment kom fillu me kërku videot ndryshme në YouTube, tani për fat mirë rrjetet sociale ne mund t'i përdorim shumë për dobit tona, jo për t'na dëmtuar ato. Edhe jam vetës falenderuese sepse i kom përdor vërtet me vetdije të plot, edhe jom rrit shumë prej tyne. Kështu ka ardhur domethënë ajo interesi, kom fillu, kom eksploru, kom kërku, sa më shumë që kom hyrë me fell, e kom pa se gjithçka ndodh në bazë të programeve, si që programohemi ne. Programet janë pjesa e ndërdijes, edhe kështu kom arrit deri te hipnoza. Edhe kur kom fillu me kërku për hipnozën, me janë shfaq videot pikrisht ato që mu më kanë shërby edhe më kanë ndihmu për me qenë këtu ku jam. Po, a mund të na thuash më pas si e zhvillove ti këtë rrugë dhe si ndikoi ajo në ty, sepse ti ke krijuar një rol të ri, një identitet të ri, natyrisht që njerëzit nuk të kanë njohur më parë si kjo. Si ndikoi kjo në ty vetë dhe si ndikoi kjo në njerëzit përreth teje? Të shihni njerëzit ty prap si një si fiqëria që ishe më parë, apo të pranuan tani, apo po të pranojnë ende, kështu si je, si hipnoterapiste, pra me një identitet të ri. Si ndikoj kjo të ty edhe të rrejti jotë? Po si që thash, mua, pra, në momentin kur fillova me kërku në rrjetet sociale, në YouTube, sidomos, me dolin disa mentor,
Pastaj më shfaqen duke kuptu se si funksionon hyra me thellë, çdo herë vetëm eksploroja më shumë në këtë lidhje. Fillova të kërkoj edhe në Instagram, pastaj më shfaqen bile edhe shqiptar, ku kursi im i parë, më kujtohet, ishte The Secret Albania, aty zhvillohej një kurs edhe intuitivisht mora pjesë, edhe nga aty filloi gjithçka ndryshoi. Takova një person që më shtyu shumë, ta mbaroj edhe shkollën e hipnozës, edhe pastaj mbarova shkollën e hipnozës, edhe në këtë mënyrë unë krijova thjesht një identitet të ri, që tani e them që jam hipnoterapiste. Nuk e di se sa më pranojnë njerëz kështu, ndoshta do të ketë normal mendime të ndryshme, po mu kjo pjesë absolut hiç nuk më intereson, sepse jam shumë e bindur edhe në këtë që bëj, edhe nga i moment që kam fillu pra me u zgju, unë gjithçka e kum vendosë edhe në praktika, në vepra të ndryshme, e kum po se si po ndryshon jeta ime, familja ime, për të mirë natyrisht, edhe kështu që mendimi i tjerëve absolut nuk më intereson hiç, edhe e di se gjithçka është e mundshme të arrish, edhe thjesht me besu në veten tënde dhe pjesa tjetër absolut nuk më intereson. Fiqëria, mund të na tregosh tani ti se si ndjehesh ti vetë me këtë versionin e ri, me këtë identitetin tënd të ri, pavarësisht se atë pranojnë njerëzit kështu si je, edhe apo nuk të pranojnë, çfarë po ndodh tani për momentin brenda teje? Si po e pranon ti veten tani me këtë versionin e ri të jetës tënde? Se si po e pranojnë e veten tani, ma shumë se kurrë. Ndihem ma e lumtur edhe ma e përmbushur se kurrë. Nuk më intereson pjesa tjetër se sa fitoj nga kjo apo sa nuk fitoj. Unë e di që tani jam duke jetuar vërtet atë që shpirti im e ka kërkuar me vite. Pastaj është kjo pjesa tjetër. Njerëzit përreth meje, ata që më njohin, nuk e pranojnë ndoshta identitetin tim të ri, sepse jam ende në memorjet e tyre si një parukire, po e them ndoshta. Po thjesht po e ceki sepse jo që më intereson, por unë e di një që prej se kam filluar në këtë rrugtim, kam ndihmuar njerëz shumë. Do më thonë, kam ndihmuar njerëz që kanë pas edhe tentime suicide të vetvrasjeve, pra, edhe ata sot e gëzojnë jetën komplet, një jetë të re, edhe kjo vetëm prej ndihmesës time. Edhe kjo është e gjitha që unë e kum dashur. Thjesht shpirti tem i bon mirë kjo. E di që ka njerëz ende në rrethin tim që nuk e besojnë edhe që ju duket ndoshta si shaka, kjo që e bëj unë tani, por tjerët, ata që nuk më njohin, e përkrojnë shumë këte, edhe si që thash, unë kam ndihmuar njerëz shumë në jetën e tyre, kam ndihmuar që të i kalojnë traumat të ndryshme, që ndërtojnë prap raporte të mira me partnerin, të kenë familje të lumtura, pa të krijojnë, të kthehen në realitetin e tyre dhe të krijojnë një jetë vërtet të lumtur, sepse unë punoj shumë me njerëzit në mënyrë individuale, si që kam ordinancën në Ebikon këtu në Zvicër, por edhe me njerëz online, me trajnime të ndryshme, edhe mua kjo thjesht me intereson. Sa ndikoj unë në përmirësimin e jetëve të njerëzve. Dhe kur marr unë, do më thonë, feedback, po e quaj tani, shumë pozitive nga njerëz, dhe sidomos kur e di se vetëm 2-3 persona që unë i njoh shumë mirë, që pra kanë bërë tentime vetvrasje dhe sot ata e gëzojnë jetën e tyre në mënyrë më të bukur, për mua mjafton. Pra po lidhna këtu prap me pyetjen e radhës, edhe pse unë e di se çfarë ka ndikuar jetën tonë dhe kjo hipnoza, edhe se me çfarë arsye ti don me
përhap sa më shumë këtë temë dhe me folë për këtë temë, po unë prapë të pës ty, që thjesht ti tregosh publikut se çfarë ndikoi hipnoza në ty personalisht, në familjen tënde dhe në rrethin tonë, dhe pse po delti, pse ke dëshirë që të flasësh sa më shumë për këto tema. Po unë e thash më përpara se kam ndihmu shumë, domethënë ti ndihmoj njerëzve natyrisht të tjerët e në familjen time, padyshim se ka ndryshuar komplet jetën time, edhe pse çdo herë pak a shumë kom pas vetë besim, po jo natyrisht siç e kam tani. Pra kjo hipnoza mua personalisht me ka komplet ka ndryshu besimet e mia, mendimet e mia, vetë besimin tim, vetë dijen time natyrisht, edhe ka ndryshu aurën time, energjin time total. Natyrisht kur një person ndryshon kaq shumë, sidomos femrat, nonat që janë shtyllat e shtëpisë, unë familjen time normal që kam arrit ta ndryshoj për të mirë, edhe shitem rezultatet, sepse ne siç është pjesa shpirtërore që vërtet ndihemi të gjithë mirë, kuptohemi shumë mirë, domethënë harmonia në shtëpi është mjaft mirë, që muj me thonë, edhe kështu në materializëm kam arrit shumë gjana të manifestoj. Edhe janë manifestimet vetëdijshme, edhe tani normal që kur e përjeton diçka vetë, edhe unë jam një person ashtu që pa e përjetu vetë, pa përjetimet e mia, nuk do të kisha mujt me dalë me ju tregu njerëzve. E tani që i kom përjetu vete, kom arrit shumë qëllimet mia në bazë të këtyre mësimeve që i kom marrë, natyrisht se dua dhe t'i shpëndoj me njerëz të tjerë. A mund të na tregosh edhe pak se sa ndikoi kjo në familjen tënde? Si është jeta më përpara, domethënë po e them në atë kuptimin sepse ti e din edhe vetë, edhe unë e di për ty, sepse nuk e qenë në nivelin e vetdije si kur je tani. Si është jeta nëse e krahazon me përpara dhe me tani? O, po tifi që tani e din shumë mirë se di pse po ma bon këtë pyetje. O, tani kjo nuk krahazohet, thjesht nuk krahazohet, sepse më përpara nuk e kisha këtë vetdije natyrisht, edhe pse shumë gjana i kom bo tash kur e mendoj, kanë qenë të vetëdijshme, por prapë në mënyrë të pa vetëdijshme. Kështu që tash nuk jetoj, nuk marr asnjë veprim pa qenë komplet i vetëdijshëm. Unë, domethënë është një dallim shumë i madh i pjesës së vetëdijes me tani dhe me përpara. A mund të thuash se kjo ka ndikuar shumë sidomos në vetbesimin tënd? Në vetbesimin, sepse unë e di që këtë vetbesim që nga ardha në Zvicër nuk e ke pas kështu kaq të fuqishëm si kur e ke tani. Po natyrisht që ka ndiku shumë në vetbesimin tim. Kur jeti i vetëdijshëm edhe ke vetbesim, natyrisht se po. Vetbesimin e kam tani më të fortë se kur. Domethënë, siç e thash edhe më herët, unë po ta kisha pasur këtë vetbesim, nuk do ta kisha ushtru sfarin një profesion me vite që nuk më ka përmbush, por do t'isha, nuk e di, nuk mund ta them do t'isha kjo ose do t'isha ajo, se tash e di se gjithçka ndodh për një arsye, por e paramendoj çdo herë kështu, fëmijët që rriten me një vetbesim që nga vegjëlia, po e them, që nga femëria, paramendoj se ku mund të arrin ata. Kështu që edhe unë them, po ta kisha pas vetbesimin siç e kam tani, do të kisha qenë thjesht e pandalshme. Mirë, profi Qeri, tani gjitha këto ndryshime që i ke pas në jetën tënde, pra nga rrugtimi yt i mëparshëm deri me sot, deri kjo që je tani. Po thua se je më vetëdijshme, ke vetbesim më të madh dhe gjitha këto studime që i ke bo, si në mënyrë teorike, si në atë praktike. A mund të na tregosh diçka si është zhvillua jeta e jote
në të gjitha bazat, pra duke filluar nga manifestimet të ndryshme. Vetëm se t'jeshe sinqert, sepse unë e njoh mirë jetën tënde dhe realitetin tënd. T'jeshe sinqert se çfarë po tregon për manifestimet e tua. Edhe sa më reale, mund të na tregosh çfarë ke arritur në jetën tënde, apo kështu direkt po të pyes çfarë ke manifestuar në jetën tënde deri më sot, që nga ajo pjesa kur je bërë vetëdijshme dhe gjitha i ke dhënë në veprime në mënyrë të vetëdijshme gjitha këto studime që i ke bërë. Po natyrisht se do t'jem sinqert. Me ty do t'jem më sinqert se kur, edhe çdo herë jam me ty e sinqert. S'di pse po më pyet kështu, pse po më thu kështu. Sa manifestime kom arrit, ti e din këto. Po ndoshta nuk mund t'i ceki veç nga një, por që mund t'a them me gojen e hapur që jam në të gjitha fushat e jetës e plotësuar. Si nga ana familjare, si nga shëndeti, si nga financat, me objekte të ndryshme, me realizime tjera dëshirave, kështu që thjesht jam komplet e përmbushur. Edhe bile ndonjëherë kur t'ja bëj pyetjen vetes se çka don më shumë, cila do t'jetë dëshira jote e radhës, për zotin nuk di si me u përgjigj. Dëshira edhe qëllime do të kemi gjithmonë në jetën tonë, po çka do që të vi tash e mas, janë thjesht të mirë së ardhura, por jo që e ndjej se kam të nevojshme ta kem këtë edhe këtë. Natyrisht pra na folem shumë për këtë pjesë të vetëdijes, të vetbesimit edhe kështu. Sa më shumë që është më rrit vetbesimi, sa më shumë që e kam qit në vepra dijen time, pra që tregova, unë i kam manifestu këto gjana, thjesht kam manifestimet mjaftueshme, po është gjithçka për hir të edhe kësaj që po bëj tani, domethënë tani manifestoj ndoshta në mënyrë edhe më të shpejt, prej se e kam kuptuar që astrologji. E me që preke temen e astrologjisë, pra atë kujtohet ty se mu më kujtohet shumë mirë, kur e lexojshe horoskopin nga një herë, edhe thojshe çka është kjo, kush i beson kësaj, edhe ti në fakt nuk e besojshe. Atë kujtohet tash, ajo kur e lexojshe horoskopin, edhe pra tash atëherë nuk e ke besu, por tani je duke e studiu pikërisht këto. Si e krahazon tani këto? Pse more këtë vendim që tani ti me studiu astrologjin, pra horoskopin, e atëhershëm që dikur nuk e besoje? Po natyrisht se e mbajnë mend shumë mirë dhe më kujtohet bile sikur më duket se nuk është gjatë ajo kohë, po unë mundem më thonë tani kështu që jam më e vetëdijshme edhe e kam eksploru ma shumë, ma thellë, domethënë çdo temë. Edhe tani që jam edhe në shkollë të astrologjisë, e kam pa se gjithçka qenë ka manipulim. Po thuja se gjithçka. Hipnoza nuk është prezantu kur në mënyrë saktë se si është, edhe hipnoza është e keq kuptuar, po ashtu njëjtë edhe astrologjia, sepse këto janë dy mjetet kryesore për jetën e njeriut. Kur e kuptojmë mirë se si funksionon ndërdia, kurse vetdia është astrologjia, kur ne me këto dy mjete dim me punu edhe dim me integru në jetën tonë, ne thjesht jemi vërtet të pandalshëm. Jemi të pa limituar. Por për shkak që neve me na limitu, tash e kuptoj, se më përpara nuk e kom ditë, por tash e kuptoj që hipnozën e kanë keq interpretu për me manipulu njerëzit. Po ashtu edhe astrologjin, sepse në atë kohë kur unë kam lexuar për horoskopin, aty për shembull të është folur apo të është shkruar se kjo do të ndodhi në jetën tonë, po në fakt astrologjia është komplet diçka ndryshe. Astrologjia thjesht tregon se kush je ti si njeri. Astrologjia tregon për energjinë tonë dhe të trupit tonë.
energjia është ajo mjeti jonë kryues. Do më thonë, ne jemi kryues, ne kryojmë. E këtë e kuptojmë më së miri duke u bazuar në ditëlindjen tonë. Pra ditëlindja jo nuk është vetëm ditëlindje, por ditëlindja përcakton pra thjesht energjinë e trupit të çdo individit. Edhe natyrisht që tani besoj astrologjinë, sepse nuk është ajo thjesht që është shkruar më përpara. Okej, atëherë po e përdor një teknikë të hipnozës. Tani po të kthej 10 vite mbrapa. Ta takosh veten tënde 10 vite më parë. Çfarë do të kishte bërë ajo më ndryshe se ç'ka bërë deri sot? Si do të kishte vepruar ajo? Po të kishte pas më shumë guxim dhe po të kishte qenë më shumë vetvetja apo më shumë se që është kjo tani. Nëse do të kthehesha para 10 viteve më parë, çfarë do t'i kisha thonë vetes time thjesht vetëm dëgjoj zemrën tënde. Asnjë gjë tjetër. Ndëgjoj zemrën tënde edhe guxo. Kaq. Fiqeri, tani gati veç po vim në fund të këtij podcasti. Nëse jeta jote do të ishte një mesazh për njerëzit e tjerë, cili do ishte mesazhi yt këtu për ty tani? Po mesazhi im që do të ishte për njerëzit është pak a shumë veç e thash, ndëgjoje zemrën tënde, ndëgjoje thirrjen e mbrëmshme, sepse zoni jonë i mbrëmshëm çdo herë flet me neve. Rrini pak ma shumë vetëm, mos keni frikën nga vetmia. Vetmia nuk është asnjë gjë e frikshme si që mendojnë njerëzit. Bile, sa më i vetëdijshëm që bëhesh, aq më shumë do ta kërkosh jo vetmin, po qetësinë edhe kohën me vete. Sepse sa më qetë që je, aq më shumë kohë që merr për veten tënde, aq më shumë potencial aty do të shpaloset. Kur shpaloset potenciali, rilind vetja jote e vërtet. Kur vetja e jote e vërtet rilind, ti do fillosh të mendosh ndryshe, të ndjesh ndryshe, ta menaxhosh veten tënde ndryshe. Do krijosh ndryshe dhe do të tërheqësh njerëz ndryshe, njerëz që ty të ndihmojnë sa më shumë ta krijosh jetën e ëndrave të tua, sepse ne edhe pa njerëz nuk mund të funksionojnë vetëm, natyrisht se na duhen njerëz. Edhe kur krijojmë njerëz që na përshtaten në energji, do të thonë thjesht ne krijojmë një rreth të ri edhe nuk duhet kesh frikën nga vetmia. Kjo është, mendoj. Kjo do të ishte mesazhi im për njerëz. Mos keni frikën nga vetmia, sepse vetmia nuk është asnjë gjë e frikshme, është thjesht takimi me veten tënde të vërtetë. Okej, atëherë tani edhe për në fund, me që e bëm një rrugtim të gjatë vërtet me ty edhe na tregove një histori shumë interesante nga përjetimet e tua, mund të na thuash tani edhe për fund, para se ta mbyllim këtë podcast, si të erdhi ideja që ti të krijosh një podcast tënd. Çfarë po don me i tregu botës apo njerëzve, çfarë mesazhi je pra duke dhënë ti përmes podcastit që krijove ti? Po, pse më ka ardhur kjo ide e podcastit? Më ka ardhur sepse qysh tash kom reflektuar shumë me veten, edhe kom kalu fazat ndryshme të jetës time, natyrisht se jo çdo herë ka qenë lehtë pra. Duke mos u dorëzuar kurrë, duke kaluar edhe në përkohra të vështira, edhe përballja me situata të ndryshme, edhe gjithçka do të thonë, edhe mos dorëzimi i ëndrave të mia, edhe thjesht duke e gjetur veten time të vërtet pas këtyre viteve, më ka ardhur dëshira e madhe që thjesht unë gjitha këto që i kom për YouTube, edhe duke u frymëzuar nga individ të tjerë, që edhe ato kanë kalu pak a shumë në për situata të tilla, edhe duke u bazuar në terapi që unë i ofroj për njerëzit, e kom pa që thjesht në njerëzit manipulohemi.
shkelemi shumë shpesh. Na krijohen bindje që ne me ndje të vegjël, edhe pse nuk jemi vegjël fare. Pra, gjithë këte unë jam mundu një farë mënyre me prezentu para njerëzve për mes këti podcasti që edhe si që aku më vendos emnin dritë mbi mendjen, sepse dritë mbi mendjen për mu e ka një, do me thënje, mjaft të fuqishëm. Të kesh dritë mbi mendjen tënde, do të thot ti të jesh menaxhuesi i jetës tënde. Kur ke dritë mbi mendjen tënde, pavarësisht moshës, pavarësisht vendit ku jeton, pavarësisht financave aktuale që i ke, kur ke dritë mbi mendjen, ti thjesht ki me shpërthy, edhe askush në këtë tokë nuk mund ty me të ndalu. Edhe duke e përjetu prap vetë, edhe prap prej eksperiencave të mija po e flas, thjesht po du me ndodhe me njerëz të tjerë. Edhe kjo është qëllimi i këtij podcastit. Atë fëqërie, ne veç erdhem në fund të këtij podcastit, unë dua nga zemra të falenderoj që vërtet ti je gjithmonë pranë meje, nuk ndaheshën kurrë nga unë dhe më suporton në mënyrën më të bukur dhe më të mundshme. Unë të jam ty pa mas falenderuese dhe dua që ta them këtu tani para gjithëve se të dua pa mas dhe nuk do të tradhtoj kurrë dhe nuk do të lë kurrë anesh siç te kam lënë më parë. Faleminderit edhe nga ona ime që isha këtu përballë teje, vërtet siç ke ndjeti për mua, kam ndje edhe unë për ty, është thjesht diçka shumë e bukur kjo që ndodhi sot mes nesh. Edhe të uroj shumë suksese, edhe unë e di që ti ki me ja dalë, sepse unë këtu jam për ty. Miq të dashur, tani erdhëm edhe në fund të këtij podcasti. E kisha veten time përballë. Vërtet nuk ishte e lehtë. Ta pyesësh veten tënde nuk është fare e lehtë, por që thjesht më bëri shumë mirë, më bëri të ndjehem, ta kem një moment, një emocion të papërshkruar. Kështu që me këtë podcast po e përmbyllim edhe për sonte. Unë thjesht dua juve të ju rikujtoj që duajeni veten, përkujdesuni mirë për veten e juaj, sepse në këtë jetë do ta keni vetëm një herë. Mirupafshim.